Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Duke u nisë edhe nga ajeti dhe sura që lexoi Hoxha sot, me sa duket gjithë problemi rrotullohet kella bel tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Kushton rëndësi kësaj që është e shpejt, e afërt, e prekshme, e kapshme, që shkëlqen, dhe leni atë tjetrën që duket larg, që duket e vështirë, që nuk shkëlqen. Leja bibin tënë. Për këtë arsye dhe Zoti më shumë herë e përsërit e flet për ahiretin. Pikërisht për ta shtjelluar këtë temë, pse është kaq e rëndësishme që ne ta rikujtojmë, t'ja përsërisim vetes tonë, që jemi udhëtar për diku tjetër, nuk jemi për këtu. Pikërisht për ta shtjelluar këtë temë, për na këshilluar rreth kësaj teme, është hoxha jon i dashur, hoxha jon Hoxh Abdullah Nela, që është edhe shoku jon, edhe vllai jon, edhe kolegu jon, po edhe, si më thënë, jemi bashkë për një kohë të gjatë në këtë rrugë, në këtë mision që na ka bëu Allahu xhelalu përgjegjës për të. Lut Allahun e madh që hoxhën ta shpërblej me të mira, që ju përgjigj ftesës sonë për të qenë pjesë e këtij aktiviteti. Zoti shpërbleft Muftinë e Tiranës, cilët ishin dhe ata pjesë e negocimit që hoxha jon të jetë sot në mesin ton. Unë do t'ju lej juve me hoxhën për ta shtjelluar këtë tematikë dhe këtë temë, e cila është esenciale, është bazike në përmirësimin ton, sidomos për atë që ne kemi në fokus Ramazanin e suksesshëm. Kështu që pa humbur kohë, pa marrë unë as pak nga koha e hoxhës, ja lej fjalën hoxhës dhe lut Allahun që atij t'i japi sukses, neve të na japi sukses dhe të përfitojmë nga këshillat dhe nga mësimi që ai do të marrë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tammu at-taslim ala sayyidina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Me emrin e Allahut plot fuqishmit mëshiruesit, falënderimet e takojnë vetëm Zotit gjithësisë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi dashmin e tij Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati i nderuar, Allahu ja shpërbleft për prezencën, Allahu ja shpërbleft Muftinisë Tiranës për organizimet, se po bën i dyti vit radhazi që pritet Ramazani me ligjërata, me këshilla. Allahu ja shpërbleft Hoxh Kalas për thirrjen. Ka qenë dhe ngelet kjo xhami, mashallah, domethënë e ka ruajt pjacën me organizimet, që në fillimet e saj me hapjen e Islamit, edhe inshallah nuk mbyllet kjo derë ndonjëherë. Xhamati i nderuar, dy kanë qenë çështjet më madhore që mos shumë të janë trajtuar në Kur'anin famëlar. Spikatin më shumë në kohën e Mekës, domethënë në shpalljen e cila ka zbritur në Mekë, në 13 vjeçarin e parë të shpalljes, po nuk ka ngel bosh edhe koha e Medinës. E para ka qenë besimi në një Zot të vetëm, në Allahun Azza wa Jall,
një krijues, një furnizues, i një që meriton adhurimin. Dhe kjo ka qenë dilemë përballje shumë e madhe. Si ka mundësi të thoshin, ne kena për çdo gjë kena na i Zot. Edhe ti bësh një Zot i vetëm, është i çik e modhe kjo. Edhe nuk ishte e pakët, por se ishte një realitet që ata e kishin në Ka'ben e madhnueshme. Pra çdo fis, çdo bark kishte Zotin e vet, plot mbi 300 idhuj, statuja që u adhuroshin përveç Allahut Azza wa Jall. Dilema e dytë, çështja e dytë ishte çështja e ahiretit. Rikthimit, ringjalljes, hikjes. Kjo ishte shumë problematike e madhe. Si ka mundësi deri arriti grada derisa njëri prej mushrikëve shkoi profetit Muhammed alayhi salatu wassalam me një cop koci po i vjetër nga eshtrat e njeriut. Dhe pa pik turbit të themi, e mori, e shkërmoqi me dorë, edhe ja fryu profetit alayhi salatu wassalam, duke i thënë, ne do të ringjallemi prej kësaj. Po i thot profeti alayhi salatu wassalam, do ringjallesh thot, masi ti je bo pluhur, domethënë. Si ka mundësi? U bo pluhur, si do mlidhet kjo? Logjika s'ma kap mu, thot. Thot po thot, do të ringjalli Allahu Azza wa Jall edhe do të fusi ty në zjarr xhehenemit. Pra ka qenë një problematik shumë e madhe. Mirë po është për të hadh keq që kjo problematik vazhdon sot e kësaj dite. Në një formë në një tjetër. Nëse atëherë u mohonte ekzistenca e ahiretit, edhe sot kesa dush. Mirë po sot neve e kena heq nga vëmendja jonë. Xhamati nderuam, kur hapim Kur'anin familjart, kemi surën, çfarë surë kena të parën? Surja Fatiha apo jo? Një sure të cilën ne në çdo namaz e përsërisim. Sa herë më e pakta e përsërisim ditë? Surën Fatiha, më e pakta. 10 herë. Pse vetëm 10 rekate falim në ditë? Më e pakta? 18 apo 17? Ashtu. Më e pakta, nëse neve do falim vetëm farzin, do e përsërisim 17 herë. Po shto 12 rekat sunete, po shto edhe në nafile tjetër. Tash në Ramazan shtohet akoma. A kena qëndruar në herë ke kuptimet të saj? Neve atë surë e ka bëu Allahu Azza wa Jall surë shumë madhështore, që në fillimin e saj Bismillahirrahmanirrahim, po çelet, po hapet, po fillohet me emrin e Allahut i plot mëshirshmi, i cili mëshirën e tij e ka absolute. Ai i cili ka mëshirën e përgjithshme për gjithë krijesat, Ar-Rahim, dhe ka një mëshirë të veçantë vetëm për besimtarët. Edhe fillon kjo surë madhështore duke na përkujtuar neve falenderimin. Direkt ti duhet ta falenderosh, elhamdulillah, elhamdu, gjithë falenderimi, mirënjohja, pa asgjë, pa pas asnjë gjë që më të dhon ty, vetëm fillim kujt i takon Allahut. Pra Allahu Azza wa Jall i takon falenderimi jon pa asgjë, thjesht se ai është Allahu Azza wa Jall. Kush është ky Rabbul Alamin? E para, falenderimet, mirënjohja Allahut Azza wa Jall. Pastaj na kujton përsëri Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij Ar-Rahmanir-Rahim. Një mëshirë e cila është ndame në 100 pjesë, njëra prej tyre është në dynja, që mëshiron të gjitha krijesat, dhe 99 pjesë të mëshirës Allahut i kalon Zoti me madhninë e vet ditën e Kiametit, deri në atë graca që edhe shejtani mallkum zjat qafën, se mos e prek, mos e përfshin atë mëshira Allahut Azza wa Jall. Ar-Rahmanir-Rahim, pastaj ajeti i tretë. Kush është? Maliki Yawmiddin. U kthym ka ahireti. Sunduesi i ditës së gjykimit. Sunduesi i ditës së gjykimit. Ne e përsërisim më e pakta tham 17 herë kët, dhe pastaj i dorëzohemi Allahut Azza wa Jall, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë e shpresë kërkojmë. Pra, neve më e pakta që në fillimin e Kur'anit, Allahu Azza wa Jall po thuj se nuk ka surën Kur'an mos të ceki një peisazh prej peisazheve të ahiretit. E gjitha kjo sepse neve kemi shumë nevojë të reflektojmë. Prandaj nëse neve do t'i japim Kur'anit familart një emërtim tjetër përveç atij,
nuk gabojmë nëse do themi që është libri i ditës kiametit, libri i ditës së gjykimit, libri i ahiretit. Ai shumë me përmend që në fillimet, pra në ardhjen, në afrimin e vdekjes, pastaj në momentet e saj, pastaj në jetën e varrit, pastaj në ringjalljen, të gjitha këto i shpalos Allahu Azza wa Jall. Vëllezër dashun, Allahu me madhinin e vet në Kur'anin famëlar tham, më së shumti që ka përmendur, kjo ka qenë çështja e ahiretit. Pse? Pse çështja e ahiretit? Unë jam dynja, pse çështja e ahiretit? Sepse dynjaja është e shkurtër. Ahireti është më e gjata, pjesë e rrugtimit ton, i cili ka filluar në krijimin e shpirtrave, prej Ademit a.s. sa Allahu Azza wa Jall kur krijoi Ademin a.s. i fërkoi kurrizin dhe nxori të gjitha shpirtrat nga mas Ademit të themi, deri ke i funit fare që do jetë para se më u bë kiameti. Këtu fillon rrugëtimi. Pastaj këto shpirtra vinë një pas një, duke dalë në jetën e dynjas, ashtu sikurse e ka caktuar Allahu Azza wa Jall, derisa të vi fundi i tyre dhe pastaj vazhdon rrugëtimi për në ahiret, duke kaluar etapat e tij, derisa neve të përballemi me dy drejtime. On xhennet dhe atë e shpresojmë Allahut Azza wa Jall, on xhehenem e Zoti na ruaj me madhërinë e tij. Pra, kjo është ajo që robi duhet reflektoj pak. Duhet reflektoj jo pak, por se shumë, sepse kjo çështja e ahiretit, çështja e besimit në ditën e gjykimit, tek ne nuk është më një realitet i prekshëm. Do thoshti si ka mundësi. Po mirë o vllajim, nëse neve shohim gjithë këtë zullum në tokë, nëse neve shohim gjithë këtë çoroditje, nëse neve shohim gjithë këtë shturje morali, dhe më fundit kjo bomba që doli tashti, me atë në Amerikë, si ka mundësi? A ka mundësi që i person i cili e ka fryk ose beson në ditën e gjykimit të degradoj deri në këtë mënyrë? A ka mundësi që i person i cili e din se ka për të dalë para Allahut Azza wa Jall për me dhonë llogari, do bëj zullum? A ka mundësi që i person i cili vjen e ul kokën në xhami, në sejdë, të dali pastaj edhe t'ia hudhi vllajt vet, të lidhi kontrate mos t'i përmbahet, tri gjithë ditën e natën duke përgoju, duke përfol, a duke i bona i të keqe, a duke morë mësysh, apo duke çfarë do lloj forme? A ka mundësi i person i cili beson se do dali para Allahut t'i bëjë gjitha këto vepra? A ka mundësi që kur takohet vllai muslimoni, sa ai i cili nuk e njeh Allahun Azza wa Jall, mos prit prej tij gjë? Prandaj kam pason është një fjalë e urtë arabe, prej atij që nuk e ka fryk Allahun ki fryk, ai i cili nuk e ka fryk Zotin, ki fryk prej tij, sa ai s'ka kufi që ta pengojnë. Po problemi qëndron ke ne që e dim, e njohim se ka i Zot, e njohim se ka i ditë që neve do përballemi para Allahut Azza wa Jall, edhe vimi japim selamin njërin tjetrit, edhe këtej i thikën mas shpine, këtej i hudhja, këtej i shkelja hakun. A ka mundësi të ndodhin këto gjona? Rreshtoheni me i rresht, edhe s'du me pa njëri tjetrin me sy. Pse nuk shkom xhami? Me sa atje vje filoni, ai më ka bë këtë, më ka bë atë. Si ka mundësi kjo gjë? A ka mundësi që i person i cili beson në Allahun, në ditën e gjykimit do dali para Allahut Azza wa Jall, rri duke mashtruar, duke ja hudhe, qoftë edhe në jetën bashkëshortore. Edhe hoxha mashallah, hoxh Kalaja Habibi, ballafaqohet për ditë me pyetje nga më të habitshmet. Deri në atë grad, nuk ka shenjtëri fare të jetës të familjes. Hajde se po shkoj numre me nusën e dytë se nuk e di e para, me im qef gjonat, me i kamuflu gjonat. Ky do me hongër me shtyp me kom, e nga ana tjetër s'ka respekt se janë për dy palët, për dy bashkëshortët. Nuk është vetëm për njënin, është edhe tjetri, gjithë kush i ka përgjegjësinë e vet. Si ka mundësia i person i cili e din se do dali para Allahut, ti menoj, tri, gjithë natën, duke flejt gjumë,
Edhe duke menu ku për i shejtanlik, ku për i të keqe, ku për i gjo. A qalojmë apo së qalojmë neve ke besimi në ditën e gjykimit? Vallai qalojmë shumë. Qalojmë shumë. Ditën e kiametit e dim fare mirë që do vi robi, do e kapi atë që e ka vra, do e kapi prej zvergu i themi, prej fyti, do e kapi, do dali para Allahut Azza wa Jall. E do i thot, o Zot, ma pyti qik, pse më vrau, pse ma la grund ve, pse mi la fëmijët jetima. Ky është realiteti. Pra, nëse neve nuk e kemi këtë gjë para vetës tonë që ore unë do dal para Allahut Azza wa Jall, çfarë jam duke bë? Çfarë jam duke punu? Ku jam duke shku? Kujt po ja hedh? Po ja hedh vllai ti po do me mashtru Zotin? Kujto se nuk ka Zot, nuk ka krijues, nuk ka i ditë gjykimi, që ti do dalësh edhe do të vehen punët aty? Prandaj ne kemi shumë të nevojshme për të rritjen e këtij imani, po ta ndjejmë se nuk janë kot. Prandaj në shumë hadithe e ke men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, ai i cili beson në Allahun ditën e gjykimit, le ta respektoj mikun që i vjen ke shtëpia, le ta respektoj komshiun. Janë shumë hadithe që i ka përmbledh Allahu i dashmion alayhi salatu wassalam, ai i cili beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Shumë janë ajetet që i ka përmend Zoti me madhninë e vet. Në ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A mos vallë kujtohet ju se neve ju krijum kot? Para i gjo? Edhe ju kene nuk do ktheheni? S'kena për dal para Allahut? Do dalim. As ka më dyshje. E do pyetena për çfarë kena punu. Ky është ai rregullatori jon. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ. Nuk I kana kriju qejt dhe tokën duke u tallë për kot, për lojë, për qef. Si ka kriju Allahu Azza wa Jall kot. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Nuk I kana kriju ato vetëm se me I drejtësi të madhe. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Por se shumica aty nuk e din. Ne shikojmë, këqyrim, besojmë, bim sejdë Allahut Azza wa Jall. Pra neve duhet të rikujtojmë. A kena lexuar në çik Kur'an? Qoftë kjo ka fillimi. Apo thjesht, a kena ndaluar në çik ka ajetet? Se janë përkujtuese. Allahu Azza wa Jall biles tregohet ka hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, kur po I lexonte disa ajete Kur'ani, shkoi njëri nga mushrikët duke I vu dorën profetit ke goja që Bol se kujtuan se po ju zbriste dënimi Allahut Azza wa Jall, aq ajete të mëdha madhështore që I përkujton të Allahu Azza wa Jall. Prandaj ke fillimi surës Neba do të thotë lajm I madh. Me çfarë fillo? E fillon me pyetje. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Për çfarë po pyesin? Çudi. Anin nebe Il Azim, për atë lajmin e madh, lajmin e frikshëm, për ditën e kiametit, a për ditën e gjykimit, alladhi hum fihi mukhtalifun, apo bëjnë debat, apo diskutojnë çështjen e kthimit ka Allahu Azza wa Jall? A nuk mjafton që po shikon qiellin tokë gjithë këtë krijim, e po pyet a ka ditë gjykimi? Po ne në jetën tonë reale, nëse ti do shkosh, ose shikon universitetin, gjithaj universitet, gjithaj me dekane, me drejtore, me rregulle, me gjithë, në fund fare, futesh edhe del serbest, nuk ka nej provim, nuk ka nej gjë që me pa gradat e nxonë, s'ka si gjë, futet del serbest, na merr letrën edhe hik. Në jetën tonë përdiqe dhe ne nuk e pranojmë diçka të kotë. Dhe si ka mundësi me gjithë këtë krijim, që e ka bosh, krijimi njeriu që e ka bosh, çdo gjë që e ka kotë, si ka mundësi që pyesim. Prandaj I takon njeriu që të hapi Kur'anin, të reflektoj, të shofi
Së është regulatori jonë, është regulatori jetës. Marim vesh për çfarë jena. Allahu Azza wa Jall, shumë bukur, shumë qartë, e përmeni që njeriu në ka bë më këmbës në tokë. Je më këmbës. Je rob i Allahut Azza wa Jall. Dhe që je më këmbës, do të thotë, mos trish të shkatru, të ndërtu vend pa vend, pa cilësi, po t'jet me rregull, t'jet me hieshi. Umeri radiallahu an, khalifja Rasulit alayhis salam, çfarë tha? Mos i ishin zgjeru shteti Islam. Ku ishte Umeri në Medinë? Ku ishte Bagdadi 2000 sa kilometra larg? Çfarë thot? Nëse një kafsh, një mushk do të pengohet në Bagdad, do më pyesi mua Allahu ditën e Kiametit, o Umer, pse nuk ja rregullove rrugën asaj? Jo me ilon gjithë balte me ashtu, si të ashti po. Kjo është. Ku ishte Umeri se ka pa në herë Bagdadin? S'ka qenë në herë. Ama përgjësia, se do dali para Allahut, do pyetet. Ashtu ndodhi në kohën e Umerit, kur pa një plak që i fut duke lyp. Dhe tha, nuk është e drejta. Ne i hongrëm atit rinin, edhe ta flakim ta lem aty, tri duke lyp, i lidhi pension. E para që i lidhen pension aty. Edhe qarë, si ishte muslimon, ishte hebre. Ama përgjësia, është nefs, është njeri, ka shpirt, do haj, do jetoj. Po t'jetoj, jo i poshtru, po t'jetoj me nder. Prandaj o vëllezër, ja vlen, në ajetët që neve lexuam pak më parë në surën Qiyame, imagjino çfarë edhe emri, surja Qiyame, Kiameti që do ngrijena. Ja ti lexojmë pak. La uqsimu bi yawmil qiyame, tohem në ditën e Kiametit. Wala uqsimu bin nafsil lawwama, edhe për atë nefs i cili bëhet pishmon, do bëhet pishmon vetja. Në momentin që robi do të shofi engjëjt e Allahut Azza wa Jall, duke ardhur me i marr shpirtin, do filloj pishmallliku. Do filloj pishmallliku pse? Vallë, unë për vete jo. Po s'ma do me jesë në njoni prej nesh, është gati me u ballafaqu. Zoti na fal. Kjo realitet. Pse me rrejt kot? Jam gati? S'mund ta them. Mund ta thot kushi që është gati me u ballafaqu? Filloj pishmallliku. Që këtu, që në këtë moment. Pse e bona? Ç'desha? Kisha mundësit, Allah na ka dhënë mendjen. Që me logjiku gjonat, ta kapim çik veten tonë, Allah, ja, po na afron Ramazani. Suport madhështor që me reflektu, inshallah po e arrim. E yahsabu l-insanu allan najma'a 'idhama. A mos vallë kujton njeriu se neve nuk do t'i mbledhim eshtrat e tij, bela qadirina ala an nusawwiya banana, përkundrazi. Ne jena në gjendje që këto shenjat e gishtrinëve t'ja rikthejmë siç i ka pas më përpara. Mrekulli kuranore ka përmen Allahu Azza wa Jall tu 1400 vjet, s'ka qenë i dashmion alayhis salam që ta dinte ta hapte atë, po shpallja hynore. Zoti i gjithësisë më na tregon neve një mrekulli, që Zoti me madhninë e vet do na ringjalli edhe shenjat e jona të gishtave. Që çdo kush e ka ndryshe. Pyet njeriu yasalu ayyana yawmul qiyamah, do të pyesi ditën e Kiametit. Robi do dali i shashtis. Momentet ke vde, fejda beri kal besar, kur shikon syu, si drit, kur shef engjet edhe shtronditët. Keni pa në herë këse kanë qitë në për video, shpesh qisin momentet e vdekjes, njerës. I keni pa se qa shikimi ka? Për Zotin, kur e shef video, lahtarohesh, tremesh. Sepse, aje shef në atë mënyrë, se ka besu Allahun. Se Zoti me madhnin e vetë besimtarit nuk ja sjell engjëllin e vdekjes kështu. Zoti është i drejtë. Besimtarit ja sjell but, ja sjell omël. Pra ta bëjmë veten tonë që të na vijë omël çdo gjë. Imagjino nëse ti do shkosh me i vend, edhe ai që do të presi është cupë
Shtrydh mo, kur I thonë, a kupto? Ti hik gjithë fryk. Sa e shef, ku I emër filoni, me hap krahët e me I bus qeshjet madhe. Hiku fryka, u harru. Po të pret mirë, po të pret me gzim, po të pret me hare. Edhe ti qetësohesh. Në kështu janë edhe engjëjt. I dalin robit në formë të mirë, në formë butë, në formë të lehtë. E ndryshe është me pabesimtarin Zotin na ruaj. Të gjitha këto janë pesazhe ahireti, wa khasafal qamar, hiku drita honës. Wa jumi'a ash-shamsu wal qamar, u puqën, u përplasën hona me diellin. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, atë ditë do thot robi ku të shkoj, ku të mytem, ku të mqifem, ku të shpëtoj, ku ta gjej venin. Janë reflektimet tona. Ila rabbike yawma idhin al-mustaqar, tek Zoti, atje do të qëndrojmë të gjithë neve. Morim pjesë ajetësh. Yunabba'u al-insan yawma idhin bima qaddama wa akhara, dite kur dalim para Allahut, do të njoftohet robi për çdo gjë, çka ka bëu, çka s'ka bëu, gjithçka. Janë të fterët, janë të shkruajtme, janë të regjistruar. Ajet tjetër shumë I frikshëm vëllezër dashur. Balil insanu ala nafsihi basira. Çdo njoni, çdo njeri për veten e tij a njoh si më I mirë, ne të gjithë e njohim veten tonë. Çdo kush I prej nesh. Fjalën që the, shikimin që bone, çfarë kishe në zemër, komplet, gjitha, një. Nuk ka dy veta që kanë I zënk, ose kanë I sherr, ose kanë I problem, ashtu edhe nuk e din se si qëndro. Ai person I cili e kërkon I diçka pa drejtësisht, e din fare mirë. E di fare mirë, a ka drejt, a s'ka drejt. Çdo njoni prej nesh e din mirë se çka ka bërë në veten e tij. S'ka më dyshje. Prandaj na tregoi realitet Allahu Azza wa Jall, balil insanu ala nafsihi basira. E di mirë njeriu çdo gjë për veten e tij. Walau alqa ma'adhira, sado që të justifikohet. E njeh. Po ta hapësh, në fund fare do gjesh s'ke justifikim. Ke justifikim që bën gibet? Ke justifikim që hudh vllajt tat? Ke justifikim që mashtrove? Ke justifikim që vodhe? Ke justifikim që ti të shkosh? Vllai musliman, mashallah, Zot na fal arbe se e përmend shpesh këtë. Të shku ke tjetri, kape qik, meri qik ti se jam agjeru shumë, e kishte për dozën e drogës. E merr vesh ti? Ha? Kape qik se jam agjeru shumë. Po çfarë po agjeru ti? Agjerimi ta bosh, nuk po themi ne mos ashtu se njerëzit kanë edhe I fjalë çuditshme. Ai kot falet. Falja namazit o vajib, o farz, o pjesë e fesë. Do pyetesh pse si e fal. E ne me tregtu drog, e me vrarë rob, e me bot keqen, është haram. Këtë ke detyrim me bë, këtë ke detyrim me elon. Çdo njëra ka peshën e vet. Nuk I thuhet tjetrit, ik shko falet kot, jo. Ama namazi duhet ta bëj që të rregullohet. Ai namazi, ajo koka mëseshde, duhet ta bëj robin të reflektoj, të ftjellohet. E jo kënej, mashallah, mësaft parën e kënej, e në aty mësaft parë për harom liqe, Zot na falja Rabi. E faqja tjetër kur thot kella bel tuhibbun al ajila, por se ju doni të shpejtën, doni këtë që jena tashti. Sa vjet jeto robi në fuqinë e vet edhe në qefin e vet? 20 vjet, pse derisa të bëhet, hajt, se ke 14 vjeç e sipër, fillon duke qenë më I hedh. Sa do jetoj? I vit 10, 20, 30, do shkoj 50, 60, po pastaj. Pra po është e shkurtër. Çdo njeri prej nesh, pjesa që I ka hike jetës I duket pak. Apo ja? Çdo njeri prej nesh. Ty të duket I diçka, sikur ka kalu, të duket shumë pak. Ajo pjesë jete që ty të ka kalu. Kush do qoftaj, edhe 100 vjeç me qenë, do I duket pak. Pra, ju doni ta të shpejtën, edhe leni përjetshme. Aty është puna, aty është investimi. Subhanallah. Thot,
Ajet tjetër. Kella idha balagati taraqi. Përkujtoni kur të vi shpirti, shef, këtu. Ky damori fort këtu. Që kur theret berri, që gjakun më të shumë, ta kupta? Kella idha balagati taraqi, herdi shpirti këtu. Wa qila man, dhe than kush? Raq. Kush do i knoj? Hoxhe, apo vjej qikë sa është në fund s'po i del shpirti. Keni më gjuhë, shpesher, e thirë njerëzit. Duhen që me i lexuj qikë Kur'an, me i përkujtu Allahun Azza wa Jall. Me lexu Kur'an. E ka ndodhur shumë kjo. Wa qila man raq, kush do i knoj, kush do shpëtoj? Wa dhanna annahu al-firaq, erdhi momenti i ndarjes. Subhanallah, wal taffati as-saqu bis-saq. I ke pak e herë kur prej sikletit mblidhen komët me njëra tjetrën. Prej sikletit, sa është të dalë shpirti. Çfarë? Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ka Allahu a ditë, do na çon gjithë. Janë momente me të vërtet reflektimi. Sepse këto e bën njeriu të ftjellohet, or prit ku jena. Kjo s'do të thotë që njeriu ta marri me frikë, bubuja, ça. Jo, se nuk ka qenë i tillë i dashmion alayhi salatu wassalam. Ai na i lexonte këto ajete, na i lexonte ajetet e ahiretit. Ama kishte familjen e vet, kishte përgjegjësinë e vet. Buzëqeshte, gëzonte me sahabët. Pra, neve na duhet rindërtim i jetës tonë në bazë të ahiretit. Ahiretet të jetë ai reflektimi i jon. Në një ajet tjetër, subhanallahu thot, nga fundi i surës, pastaj do kalojmë edhe në disa ajete ke surja Kaf. Shumë domethënëse. E yahsabu al-insanu an yutraka suda? A mos vallë kujton njeriu se do të lehet kot? Kot. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? A nuk ka qenë një pikë e vogël? Një pikë e vogël. Një pikë spermatozoidi ka qenë njeriu. Edhe u ndanë gjithë të qelizë që i ka trupi, një qelizë trupit. Nëse ne do e marim, edhe do ta rindërtojmë që me pa funksionin e saj, duhet i fabrike madhe me hektar. Një qelizë, që ne se shofim dot. Me sy nuk e shofim. A ke vure? Qa ka qenë? Kjo është madhështia Allahut Azza wa Jall, që e ka bo njeriu në këtë perfekcionim ka të madh. Shiko, se me vërtet nuk qenë ka kot, që e ka një realitet shumë i madh. Subhanallah. Në surën Kaf, po i themi që thjesht me pa i qik panoram, me i lexu i qik më ndryshe ajetet e Koranit. Në surën Kaf thot Allahu Azza wa Jall, e do hecim i qik shpejt se ti themi edhe 2 pikat fonit që mos më uzjat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. E kemi krijuar njeriun dhe ne e dim se çfarë fsheh në brendësi. Edhe ne jemi më afër atij se sa ky damori këtu. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Kur takohen ata dy engjëj të cilët regjistrojnë, nga e majta dhe nga e djata rrinë, qëndrojnë, duke shënu punë të mira, punë të këqija. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk flet një fjalë vetëm se ka atë engjëj që i shkru të gjitha me detajet më të mëdha. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Edhe i erdhi me pa më dyshje ato sekeratet, agonitë e vdekjes. Dhalike ma kunte minhu tahid. Kjo është ajo që ti anashkaloje. Nuk i veshe men, nuk e besojshe, nuk ta merte menja se do ndodhte. Wa nufikha fi sur. Dhe ju fru surit kur i thot Allahu Azza wa Jall Israfilit që ta thiri, ti bjeri surit, e të bëhet kiameti. Dhalike yawmul wa'id. Kjo është ajo dita që Allahu Azza wa Jall ja ka bor, e ka përmen për gjithë ata që nuk e besuan, që do të morin atë të vetën. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid.
dhe çdo shpirt, çdo person do vi me i person i cili do e mori përpara drejtim edhe dëshmitar. Dikush i e tërheq edhe dëshmitari, tefterët. I ketë dëshmitar, jo vetëm tefterët, se njeriu do ketë edhe dorën, edhe gojen. Ditën e Kiametit do flasin, do japi gojë, pranej do thot njeriu ditën e Kiametit do i thot lukurës vet, dorës vet. Lime shahidtum alejna. Pse dëshmuat kundër nesh? Ha? Çfarë thot Hafiz? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Na bëri neve të flasim, ai i cili bëri të flasi çdo gjë. Kur njeriu nuk do pranoj tefterët e vet, Allahu do ja qepi gojën edhe do i folin gjymtyrët e vet. Por vlla, po se ke qenë këtë ditë, ke Dina Hoxha, keni gjuhë Abdullah Nelën ligjerat. Masane ke qenë këtu, ke dalë, ke pi kafe me filanin, fistekun gjithë, një. Nuk po themi detajet e mira, po detajet gjitha, që robi e mylli çiksyun. Zot na fal ya Rabbi. Harrojmë. Ama në luftë jena me shejtanin. Zot shqyr. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ti ishe i hutu nga kjo. Si vune men. Kjo është ajo që neve po flasim, që neve nuk i vejmë men tyne momenteve të ahiretit. Hutohemi dita ditës. E deri sa të ballafaqohet me shejtanin, do justifikohet shejtani mallkum që unë thjesht e thirra. Mos vall shejtani, neve e shohim na tërheq prej dore me na çu ke harami? E shohim ne, na merr gjo? Ja. A kena justifikim, Zot na fal. Po e flas për gjithë. Ne të keni parasysh diçka vëllezër. Jo për këtu, por çdo gjë. Njeriu do pyetet për atë që bë. E nuk do pyetesh për veprën e tjetrit. Për veprën e tij. Nëse unë gaboj, ti më pe mua duke gabu. Nuk do pyetesh ti për gabimin tim, do pyetem una. Unë do pyetem edhe për veprën time, nëse unë e kam bë gabim edhe ti më ke pa mua, e ke marr prej meje. Edhe unë do kem dënim për këtë. Ama nëse neve përmenim një hadith, një ajet Kur'anit, ti e nigjove, mos thuje tha filoni, as fisteku. A është ajet Kur'ani? Është hadithi profetit alayhi salatu wassalam? Është i diçka shëndosh e sakt? Do kesh përgjegjësi. Kështu është e gjitha, dhe ne kur flasim, të reflektojmë çike vetja jonë se na duhet patjetër, po edhe gjithse kushi, ndoshta dikush e një gjë dhe gjen prehje ajo fjalë ke zemra atij. Prandaj vëllezër dashun, ne nuk kena justifikim ditën e Kiametit kur shejtani ç'a do thot? Unë s'ju kam marrë me zor juve. Unë ju thirr, ju erdhët. Aju vesves ka, po ne shkojmë për mrapa. Pse? Futet i çik nefsi, futet i çik qefi, janë shumë gjona. Ama nëse neve do e lidhim me kë? Me Kur'anin, reflekto. Priti herë se kjo si e ka rregullt. Priti herë se jena në muaj Ramazani. Priti herë se unë do shkoj, sa kam dalë ka xhamia, nuk shkon me bë të keqe. Nuk shkon me bë keq. Sa kam dalë, jam fal, kam bë sejdë. Kam bë gjitha rrugë që mund të më falen gjunahet. Mora abdes, shkova në xhami, fala namazin. Gjitha këto janë falje gjunahe. S'kam pse ti hudh mlum, ti hudh kot. A di çfarë thot? Kur të ballafaqohen edhe të fillojnë të futen njerëzit në xhehenem, disa pika do përmendim dhe do mbyllim inshallah. Yawma naqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid. A di të xhenemi çfarë do thot? A ka mo? A u mushe? Thot, a ka mo? Djegaj, se ka problem me djeg. Po Zoti më madhin e vet na rujt. Vëllezër dashun, çdo punë ka ndikim ke njeriu. Çdo punë ka ndikim. Puna keqe o puna mirë. Mirë, po kur neve kemi besimin tek Allahu Azza wa Jall, besimin se neve do kthehena në ditën e gjykimit, kjo e përsos jetën tonë, e rregullon jetën tonë, e bën jetën tonë më të qetë. Sepse ai i cili punon mirë, bën vepër mirë, çfarë thot Allahu Azza wa Jall? Lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Do të bëjmë që ai të jetojë një jetë mirë. Besimtari i cili beson në ditën e gjykimit, që do dalë para Allahut, e rregullon jetën e tij, e rendit jetën e tij. Nuk i shkon kot, e përsos jetën e tij dhe e shijon akoma më shumë jetën. Pse? Sepse e din që ai kur shkon në xhami ka sevape të mëdha. E din ai se nëse martohet, krijon familje, ka sevap ka Allahu Azza wa Jall dhe është një diçka e shenjtë.
A e din se nëse ka fëmijë do shumohet. Kjo ka mirësi, begati. Imagjino ti jetosh vetëm edhe ti jetosh me kallaballik, me gzim ashtu. Vetëm ai që e ka ja din atë mirësinë. Pra kush është ai rregullatori që e bëri kët? Besimi në ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit e bën njeriu të sillet mirë, të foli mirë, mos ta hej hakun e tjetrit. A keni pa ju në zullumqar që ai të flej qet? Asnjëherë. Keni pa në një i cili ka vrarë, ka prej njerëzit, të jetë i qet? Me roje, me makinë blindume, me armë brez. Apo jo? Ky është realiteti. Ama shife i person i besimtar, fytyrë çel, i buzëqesh, mirësjellje, të kënaqet shpirti kur e tako. Majmen, është realitet, subhanallah. Patëm fal baromin, tako njonin var, ishim ke sheshi, tako njonin zymë, tako tjetrin prap zymë, 1, 2, 3, 4, derisa pash gjetë rafmet ka qenë veri, të bliksi. Disa do ta majnë, veri po, të bliksi gjetë rafmet i Arabi. E disi kam thonë, për Zotin Allahu dëshmitar, emër ver, po ishte larg, unë po shkoja ti jepsha selam, thash, emër ver, ku jemër burri dheu, se vetëm ti ta ngrov zemrën, se vetëm buzëqesh e shifshe. Për Zotin. Gjetë rafmet i Arabi. Hera, kur e takoj besimtar buzëqesh, ore të kënaqet zemra më vëlla. Po kush e bë kët? S'ka humb gjë. Besimi ke Zoti, ka ajri. Elhamdulillah thot me gjithë shpirt. Besimi në ahiretin i jep shije, i jep kuptim jetës. Je mirë, elhamdulillah, je smun, elhamdulillah, prej Zotit. E din ai që është smun, sepse kjo është pastrim. E din ai që ai smundlik, ajo sprova, ajo e keqe, Zoti do me e lanë dynja që mos ketë probleme në ahiret. E ku mos jeti qetaj? Kush e boni këtë? Ky pra besimi ka ahireti, e boni që ai qetë, ai ti dorëzohet mëshirës Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë që vjen prej Zotit është e mirë, pse duhet mërzitem unë? Pati, spati, kishte shumë, pak, çfarë do lloj gjendje tjetër thot me gjithë shpirt, elhamdulillah thot. Prej Zotit e kena, jena mirë, thot. Rriqet. E kush e bëri kët? Besimin në ditën e gjykimit. Prandaj o vëllezër, dhe me këtë e mbyllim inshallah, ne edhe duhet patjetër të rikthejmë besimin ton në ahiret. Të reflektojmë, të shohim ku jemi, sepse ky është rregullatori jon. Ky është ai që do na e bëjë neve jetën më të mirë, më të ëmbël, më të çishme, më të rehatshme, më të begat. Ky do japi vlerë jetës tonë, sepse me vërtet ne do e dim që këto vepra, këto mirësi që neve i bëjmë, Allahu Azza wa Jall do na e shumëfishojë ditën e Kiametit. Në këto vepra, nëse neve durojmë e përsosim jetën tonë me besimin ka ahireti, e dim se do dalim para Allahut edhe Allahu do jetë i kënaqur me ne, se neve nuk i lam këto gjona vetëm se për rizan e tij, për madhërinë e tij. Allah ja shpërblet të vëllezën. Zotin e lutim që na falit, na mëshiroj. Zotin e lutim që të rrisi imanin në zemrat tona, të pastroj zemrat tona. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na japi mirësi. Allahu ja shpërblet. Zoti ju nderoft. Dhe sidomos kena të vëllezën që na kanë ardhur edhe i qi ka larg. Edhe për koincidencë kanë qellu që në baba në çuni kanë mësu Kur'an. Allahu ja shpërblet. Zoti ju nderoft. Zoti ju begatoft. Inshallah qofshin këto hapa grada në xhenetet e larta. Wa sallallahu sallim wa barik ala rasulina Muhammad. Allah ju begatoft, inshallah për të mira u pushim për herë, e Zoti na boft nasip përsëri e përmenim me arrit muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Allahu ja shpërbleft.